E tani është koha për storjen përmbyllëse si qërshia mbi tort. Kush ka sjell projekt të ri, kush është duke punuar vazhdimisht që për fansat e tij apo të saj të sjell këngë të pëlqyeshme. Në fakt marrin miliona klikime, kanë qindra komente, koncerte, po kur vjen puna te fitimet, dhe që nuk i deklarojnë, po i mohojnë para fytyrës dhe thonë që muzika nuk sjell përfitime. Pak shako, shpresojmë që s'prej këtë askush. Çka ka tre ju sjell, kush ka publiku projekt të ri, kush është duke punuar për të sjell. Nga unë Albina deri të premten tjetër, mos harroni me dhënë shumë dashni. Piraki erdhi në verzionin më të ri, e këtë ka publikuar kush tjetër përveç Capital T. Ky projekt erdhi i shoqëruar edhe me videoklip. Producenti kësaj prurje të re është Drayson Gashi. Teksti i Piraki u shkrua nga vetë Trime. Është brenda në Big Brother VIP Albania, por bardhi pas ka lënë të gatshme shumë këngë të reja. Tradhtore mban emrin video projekti më i ri i tij. Teksti dhe melodia janë bërë nga këngëtari shqiptar. Për miksimin si zakonisht u përkujdes SBS Entertainment. Këtë refren e keni dëgjuar fiks para 12 vite nga Mimoza Shkodra. E marrin bashkoj forcat me Cricket dhe rikthyen në versionin e tyre Unazën e famshme. Tekstin e ka shkruar vetë Marin bashkë me Ganspril Vukaj. Kurse producenti këtij dueti është Cricket. Lule Mustafa gjatë kësaj jave erdhi me një risi. Ajo publikoi Ti e kan me orkestrim nga Ardian Kastrati. Teksti u shkrua nga mjeshtri Ilir Berani, i cili bëri dhe muzikën. Për videoklipin u përkujdes 2A Production. Pa gjumë, thot Art Abazi në këngën e re. Ky projekt erdhi i shoqëruar edhe me një videoklip realizuar nga Imagine Films. Muzika është punuar nga vetë këngëtari dhe Gent Miftaraj, i cili shkroi dhe tekstin e është producenti kësaj risie, duke realizuar po ashtu miksimin dhe masterizimin. Ganimeta Abazi Ganja u rikthye me një kryevepër. Dashnin me Sele ishte kënga punuar nga Zap, kurse për videoklipin ku shfaq këngëtaren më atraktive si asnjëherë më parë, u përkujdes produksioni Time Pictures. Janë dy nga emrat më të njohur të muzikës shqiptare, e kur bëhen bashk, dëgjuesit mezi e presin rezultatin. Flitet për Ermal Fejzullahu dhe Teuta Selimi. Ishte kjo e fundit, e cila në TikTok e publikoi një video duke treguar se së shpejti dyshja vjen me bashkëpunim. O, pasha Allahin legjend je, bënë më reply. Po më rep se ja, reply.